a lejohet vetvrasja? A është gjuna vetvrasja? Padyshim se është gjuna pe gjunave të mëdha vetvrasja. Do thotë e para, nuk është veprim normal, i mençur dhe i saktë dhe i duhur ky veprim. Se njeriu nuk ja ka dhënë vetë jetën vetes së tij. Jetën ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe vetëm ai ka të drejtë ta merr atë që ka dhënë. Njeriu në asnjë rast, në asnjë moment nuk ka të drejtë të bën vetvrasje. Kjo është mëkat për mëkateve të mëdha, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush e pin helmin për bot vetvrasje, do të dënohet më atëherë ditën e Kiametit. Dhe kush e ka thërë veten e tij me thik apo me hekur, për të bërë vetvrasje do të dënohet më atë hekur ditën kur do të ringjallet para Allahut dhul xhelal. Andaj është mëkat i madh, është një veprim psiqik i cili tregon një shqetësim edhe një deformim mental të tij që e ka marrë këtë guzim. Çdo njeri ka të lashe dhe probleme, mirë po asnjëherë të lashet dhe problemet nuk duhet ta shtyjë njeriu të mendon ai të bën vetvrasje. Sa ato sot janë, nesër nuk do të jenë. Ato kanë zgjidhje. E mençur është që besimtarit kërkon zgjidhje për to, dhe për këtë shkak nuk lejohet bëhet vetvrasja.